Po shokët e profetit alayhis salam, na trego diçka për ta. Më parë, folëm për profetet e Zotit. Folëm veçanërisht për profetin ton alayhis salam. Shokët e tij u edukuan prej Muhamedit alayhis salam, prej profetit ton sallallahu alaihi wasallam. Dhe patjetër i ndoqën dhe i zbatuan mësimet e tij. Ata ishin njerëz të veçantë. Imagjinoje ti përmend për shembull Ibn Mes'udi, shoku i profetit alayhis salam. Thot ne kohën e profetit alayhis salam, pra i mësonin disa ajete, nuk kalonim thot tek tjerat, derisa ti përvetësonim pra ato edhe ti zbatonim. Kështu pra me tërë Kur'anin. Dhe normal edhe porositë e profetit alayhis salam, ata ishin të parë dhe garues për t'i zbatuar. Imagjinoj dhe përmend Aliu, Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Në kohën e tij, shikoj pra disa njerëz sikur po tregoheshin pak do shtrënguar ose pra nuk është se u gjindeshin tjerëve, nuk ndihmonin. Edhe i qorton. I tha, kjo tha pra edhe nëse pra nuk flet feja, po feja flet patjetër, tha po kjo është prej moraleve të larta. Njeriu me u gjind tjetrit, me ndihmu për njerëzillëkut. Ato than, a ke ndonjë argument than ti pra për këtë që thej tani? Tha po, tha. Në kohën e profetit alayhis salam, na ka ndodhur, tha. Kishin pra në një betejë, kishte rënë një grua, kishte rënë pra peng. Dhe kur vin, kjo grua i drejtohet profetit alayhis salam. Dhe i shan hallin, kishte frikë pra se mos do të përfundonte pra skllave e tjerë. Edhe përmend kujton babain e saj. Thot babai im pra ka qenë njëri që i ndihmonte njerëzit, u gjindej atyre, derisa profeti alayhis salam çfarë tha? Lirojeni atë, tha. Sepse babai i saj kana yuhibbu makarim al-akhlaq. Ai kishte ndrujet babai i saj, pra kishte kohë. Tha babai i saj tha i doshte moralet e larta. Babai i saj ka qenë njëri që arabët thonë për të, pra ose njihet si më xhymertët e arabëve. Pra kur i vinte një mik, një mysafir ose kërkonte dikush ndihmë, ai nuk thoshte jo. Pra gjithçka u gjindej njerëzve. Subhanallahu, i bëri dobi kjo, pasi ai ndroi jetë, pra i bëri dobi vajzës tij. Dhe u lirua ajo. Po të shofësh shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam, për shembull Ebu Bekri, Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Ai ishte halifi i parë i muslimanëve. Por edhe kur u bë halife, ai ishte në shërbim të njerëzve. E shifje Ebu Bekrin, Zoti qoftë i kënaqur prej tij, pra përmendet për të shkonte tek shtëpia e një gruaje pra e moshuar. Shkonte pastronte shtëpinë, gatunte, imagjinoje ti prisi, mbreti, prisi muslimanëve. Me shku, me gatu, me pastru shtëpinë, me bë gati gjithçka. Të njëjtën rrugë ndoqi edhe Omeri, Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Të njëjtën rrugë ndoqën edhe shokët tjerë të profetit sallallahu alaihi wasallam.